Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi zhvilloi këtë të martë një vizitë zyrtare në Athinë ku u takua me presidentin e parlamentit të Greqisë, Nikitas Kaklamanis. Kryetari i Kuvendit shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Greqisë ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë dhe vlerësoi progresin e arritur në negociatat me Bashkimin Evropian, duke ritheksuar objektivin për përfundimin e tyre brenda vitit 2027. Gjatë takimit u diskutua edhe për bashkëpunimin ekonomik, ku u vënë në dukje rritja e shkëmbimeve tregtare, investimeve, projekteve infrastrukturore dhe flukseve turistike si dëshmi e potencialit të madh që ekziston për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Një vëmendje e veçantë ju kushtua komunitetit të emigrantëve shqiptar në Greqi dhe minoritetit grek në Shqipëri, të cilët përbëjnë ura të rëndësishme lidhëse mes dy vendeve dhe dy popujve. Dy urat më të rëndësishme që lidhin vendet tona janë minoriteti grek në Shqipëri dhe komuniteti shqiptar në Greqi. Mbi këto vlera duam të ndërtojmë më shumë prosperitet dhe bashkëpunim mes dy vendeve tona, u shpreh kryetari i Kuvendit. Në takim u theksua gjithashtu rëndësia e trajtimit të gjitha çështjeve me interes të ndërsjellë në respekt të parimeve të fshinjësisë së mirë, së drejtës ndërkombëtare dhe interesave strategjike të përbashkëta. Më tej, duke riafirmuar vullnetin për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore dhe partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Greqisë, të dy kryetarët vlerësuan bashkëpunimin parlamentar si një instrument të rëndësishëm për nxitjen e bashkëpunimit të gjithanshëm, dypalësh, forcimin e sigurisë, stabilitetit rajonal dhe promovimin e paqes.